të rëndësishëm të historisë të Kishës Ortodokse në kohë moderne. Por, për kujtimi më i mirë i gjithë njerëzve që kanë kontribuar për Kishën, është që ne të jetojmë një jetë sipas mësimit ortodoks. Kemi një jetë shpirtërore, se për fatin tonë keq në botën e sotme ka humbur jeta shpirtërore. Njerëzit nuk kanë një jetë shpirtërore të përditshme. Nuk mjafton vetëm thjesht një ditë në Kishë, jo shumë mirë që vini, por duhet të jetë një jetë e përditshme. E jeta shpirtërore është shumë e thjeshtë. Është përpjekja e çdo dite për të jetuar sipas mësimeve të Jesu Krishtit. Nëse ne do përpiqemi të jetojmë në këtë mënyrë, do fillojmë të kuptojmë dy gjëra. E këtu Shën Simeoni Teolog Murina e ka mësim shumë të mirë. Nëse ne përpiqemi seriozisht për të jetuar sipas mësimeve që vijnë nga Zoti, do fillojmë të kuptojmë dobësitë tona. Sepse nëse nuk përpiqemi, nuk e do bëjmë vetën tonë, e do fillojmë ta njohim vetën, e do largohemi nga pseudo-vete. Sepse çdo njeri pa përjashtim krijon një pseudo-vete, atë që do të jetë ai, ose atë që të tjerët duan të shohin tek ai, dhe jo vetëm realisht të vërtetë. Nëse ne të shohim vetën tonë vërtet, nuk do gjejmë një gjë për të qenë krenar. Prandaj dhe shenjat ishin për ulur, sepse njihnin realisht veten e tyre. E duke qenë për ulur, zbriste tek ta hiri i Perëndis. Është hiri i Perëndis i të gjitha. Prandaj dhe kreshma, sepse jemi në periudhë kreshme, është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Jo vetëm thjesht për të bërë një dietë, çfarë hahet dhe çfarë nuk hahet. Ato mbeten gjithmonë mjeti, nuk janë qëllimi. Qëllimi është për të pastruar zemrën, ashtu si bujti, ku shkon në arë për të pastruar arën, gurët, ferrat dhe diçka tjetër, merr me vete kosën, sopatën, veglat e tjera. Por nëse ai nuk e pastron atë gjë, veglat nuk do të kenë vlerë. Edhe për ne, çfarë do lloj vështrimi bëjmë? Nëse ato nuk ndihmojnë për të pastruar zemrën, nuk do kenë vlerë. Prandaj dhe Kisha gjithmonë na kujton për këtë gjë. E do donja të lexoni lutjen të Shën Efrem Siriani, i cili i kërkon Perëndis të japi 4 gjëra dhe pastaj të japi 4 gjëra tjera. Ato gjëra duken shumë si të thjeshta, madje gasi të pafajshme, por Shën Efremi duke qenë një mjeshtër i jetës shpirtërore, e di mirë se kush është e mira dhe e keqja e jetës sonë shpirtërore. Lexojeni me kujdes ata dhe do mësoni një mësim shumë të vlefshëm për jetën tuaj shpirtërore. Si përfundim, do doja të falenderoj të gjithëve dhe do të shpreh përsëri falenderimin për episkopin tuaj në konvent dhe për prishërit tuaj. Falenderim për ju që jeni pranishëm dhe ne lutemi vazhdimisht për Kishën. Kisha është një është një kishë historike, është pjesë e historisë së Kishës tonë. E do donim vazhdimisht që këtë kishë të rrizohet, e kjo kishë jetë një qendër realisht për ndihmuar jetën shpirtërore të gjithë komunitetit. Por çdo qofshin, shqiptarë ose jo shqiptarë, sepse në kishë i gjithë janë të barabartë. Edhe një herë ju falenderoj dhe ju lutem Perëndis që të ndriçojë, ju bekojë, ju ruaj ju, familjet tuaja, fëmijët tuaja dhe gjithë dashamirësit tuaj. Le ta falenderojmë Zotin për gjithçka që na ka dhënë.